nga part 2 I shpërnguljes në shtëpinë e re. Jemi akoma tek shtëpia e vjetër, sot është ditë e premte dhe pas nesër ne kemi shpërnguljen finale. Unë këtë ditë ja marr vetëm me pastrimin e kësaj shtëpi, sepse nuk e di ja u thash nga vlogu I kaluar, që dhe shtëpia e vjetër duhet të lënë super pastër, sepse ti nëse lë në një papastërti, merr gjob. Dhe nuk kam lënë cep pa gryer dhe pa lar, pavarësisht se ne do vim prap pasi të jemi shpërngulur ku do jetë po shtëpia dhe kemi për të bërë akoma punë të tjera. Tani, e hapa kamerën sot, sepse kisha gjëra për t'ju treguar, plus që do bëjmë edhe një recetë shumë të shijshme. Mora këtë pakon sot, më kishte ardhur, e kisha bërë porosi online para një jave dhe ju thash për ato produktet koreane që kisha porositur dhe që mezi prej sot filloj t'i përdor. Gjëja e parë që kam në dorë janë këto A-patches që do filloj t'i përdor më shpesh, ka 60 cop brenda. Edhe mezi pres t'i shikoj a do kenë rezultat, do më bëjnë mirë apo do më qetësojnë zonën e syve. Janë për rrafët e zi të syve, për sytë e fryr, sytë e lodhur, edhe më pëlqeu sepse ishin me kafein dhe me glow up hydrogel A-patches. Janë me kafein. Tani nuk e di se si do jenë kur t'i vendos në sy, a do bëjmë punë apo jo. Serumi parë është këtu nga Beauty of Joseon. Nuk e di si Joseon, edhe tani nuk e mbaj mend se kush ishte për në mëngjes dhe kush ishte për darka. Nuk e mbaj mend. Mora edhe këtë të Centelës që kam parë shumë review, edhe për të dyja në fakt kam parë shumë review dhe në TikTok dhe kishin goxha review të mira dhe I lavdëronin. Ju kishte bërë punë domethënë. Shikojmë tani kur të filloj t'i përdor. Kjo ishte porosia që e mora sot që në mëngjes. Ndërkohë kamera ime është shtrëmbër, por e rregullojmë në editim. Tani jam veshur sepse do përgatis një video gatimi për në Instagram dhe ta hedh edhe në TikTok. Në TikTok kam këtë adresën time ku kam postuar receta më përpara kam qenë më shumë aktive. Tani këto muajt e fundit si jam marr fare, që kur u mbyll në Tiranë, në Shqipëri TikTok, nuk u mora më dhe kam menduar të kthehem dhe të hedh të gjitha recetat që hedh në Instagram, t'i hedhim edhe në TikTok, dhe pse jo të jem aktive edhe aty. Sot kam menduar të bëj një recetë që e kam parë tek një vajzë në Instagram që bën receta shumë të mira dhe të shëndetshme. Ka goxha followersa edhe më pëlqeu si ide. Është një tavë me patate, e cila quhet kishe, por bëhet me patate dhe nuk bëhet me petën sfoliat. Do e bëj me patatet e zjera. Këtu kam tenxhere dhe patatet, rreth 1 kg patate, varet se çfarë tave do bëni, sa është për masa e saj. I lava që të gjitha sepse patatet më duhen bashkë me lëkurën, nuk duhet që t'ju heqim lëkurën. Dhe kjo recetë ka qumësht, ka gjiz, ka majdanoz, ka spinaqin, ka vezën, ka këto erëzat që mund të shtoni, e mbuloni nga sipër edhe del shumë e mirë, besoj dhe mendoj se ka përdalë shumë e shijshme. Tani vendosa patatet për t'i zjerë dhe do vazhdoj me hapat e tjera të recetës derisa patatet të na zjejnë. Atëre, receta bëhet me spinaq. Unë do t'i shtoj edhe brokoli, e kam gati të zjerë, sepse ne nuk kemi duke ngrënë, dhe pse jo ta shtojmë brenda te kjo kisheja, të bëjmë në një modifikim këtyre recetave se më të mira dalin. Kemi qumshin, kam spinaqin, baby spinaq, që e mora në mëngjes, edhe mozzarellën që do t'ja shtojmë nga sipër. Këto janë të gjitha, edhe majdanozin e kam të ngrirë dhe do t'i bëjmë tani përgatitjet. Prisni t'ju tregoj edhe një blerje tjetër që e bërëm dje me Xhesin, sa të marr çantën e madhe dhe t'ja u tregoj. Shikoni sa çantë të madhe që kam, sepse dje shkuam tek ai dyqani që ishim herën e kaluar që ma tregoi Xhesi, pam që kishte vazo lulesh edhe ple dhe për lulet, edhe për ato të tjera që do mbjellim. Dhe shkuam dje morëm vazot. Tani kemi marrë të përmasave të ndryshme dhe I kam marrë të zeza përveç 2 vazove të tjera që I kam marrë në ngjyrën ulliri. Kam marrë këto të dyja që janë të mëdhaja dhe mendoj këtu të mbjell lulet, të cilat janë rritur, kanë dalë, edhe duhet patjetër
sa po të shkojmë tek shtëpia e re, duhet patjetër që t'i mbjell, sepse të shkretat nuk bëhen më në ato vazot e vogla. Këtu brenda është edhe ajo tasti poshtë që tullon ujë, por tani ka ngecur dhe duhet ta rregulloj. Kam marrë këto 2 të voçkla, shikoni pak si ato të ngaja, por janë të vogla. Këtu do mbjellim bërzilokun. Bërzilokun më pëlqen në fakt të lë edhe një rënjë tek ato vazot që janë prej balti kafe që i kam mbjell, sepse ngjajnë shumë bukur dhe dua ta mbaj te kuzhina, që ta vë tek cepi im ta bëj bukur. Këto të dyja për bërzilokun. Kemi marrë edhe të shumë kisha dhe vazot të tjera. Apo vetëm këto janë. Po, edhe këto të dyja i kam marrë për sallatën jeshile, nuk e dia do më dali vendi, por besoj se do jetë mirë. Gjëja tjetër që kemi marrë, këtu kam këto tasat dhe mora fara për majdanoz, sepse dhe majdanozi është shumë i mirë, ta kemi aty te vazot dhe ta kemi për recetat tona. Dhe vazot që kam zgjedhur për domatet dhe kastravecat, që kanë dalë farat edhe janë rritur goxha, janë këto të dyja që janë të gjata, i zgjodha në ngjyrën e ollirit, në ngjyrën jeshile, sepse ju thash herën e kaluar që do bëja porosit te Temu dhe e bëra. Kam porositur tek Temu disa gjëra që kanë lidhje vetëm me balkonin. Për herë të parë unë po marr për lule dhe për balkon. Dhe ndër ato gjëra të balkonit, që kur të vinë do ja u tregoj, por po ju tregoj vetëm një gjë, kam marr perde që janë si tyli hall për t'i vendosur tek dritaret e balkonit, te verandës, sepse janë dritaret shumë të mëdha, hapen, edhe kam parë shumë bukur edhe në Pinterest që e vendosin nga këto lloj perde tyl i hall. Shumë i hall është, po për balkonet janë super, ato thjesht janë për dekor, se për të mbuluar nuk mbulojnë gjë dhe unë nuk dua që t'i kem për të mbuluar, sepse prandaj është veranda që ne të rrim edhe të na bjerë dielli dhe të kënaqemi me këtë kohën që hapet tani. Edhe i kam marrë në ngjyrën ulliri dhe thash do më kombinohen me këto dy vazot, plus që shkojnë edhe me drasat që janë anë mban balkonit edhe që janë të shtruara poshtë, që janë në ngjyrën kafe. Këto, kam marrë edhe plegun, tani e kam këtu thesin me ple. Nuk jam duke e ngritur, janë 2 thas, po besoj se do na arrin, i thash Xhesit që nuk do na arrin, por të shikojmë njerë se sa mund të mbushim me këto 2 thasët, dhe më pas mund të marrim të tjera që ti rregullojmë ashtu siç duhet, sa po të shkojmë tek shtëpia. Edhe kisheja me patate dhe me spinaq, edhe ka dalë super e mirë, është shumë e nxehtë, u përvëllova, por ja u sugjeroj ta përgatisni sepse del shumë e shijshme dhe mezi pres tani të pres edhe një copë tjetër dhe të ha darkën time, sepse shkoi ora goxha në fakt, edhe unë nuk kam ngrënë akoma.
transferimi në shtëpinë e re. Jemi zgjuar shumë herët sot, shikoni pak se si e kemi mbushur makinën me gjërat tona dhe menduam se nuk kishim më, por dje jam marrë gjithë ditën me darje, me shplarje, me paketime që kishin ngel gjërat e fundit, mendoja se kishim shumë pak, por është mbushur, kemi dhe një makinë tjetër. Por më kryesorja është që këtu te këmbët e mia kam marrë lulkat e mia se mos më prisheshin dhe gjëja më e rëndësishme. Ja. Zemrat e mia i kam futur këtu në një qese dhe mezi pres të shkoj te shtëpia dhe do merrem me lule direkt. Merrem me lule direkt? Ti se ke mendje te lule, po kur të hash domatkat pasaj? Do mbjellim lulet edhe domatet që janë bërë këto lart. Edhe ti rregullojmë, shikoni pak sa kohë të bukur. Shiquna mbajti koha sepse dje në darkë, në ora 1, filloi të bora. Po binte të borë, kurse sot kemi një super kohë të bukur, por është ftohtë. Njerëz, ne sapo i sollëm të gjitha gjërat, do me thënë ato që kishim në çanta, tani Gjesi bashkë me një shokun e tij, edhe me një person tjetër që ka një fugon të madh, do marrin mobiljet tona edhe do t'i sillnin për 1 orë, 2 orë maksimumi. Unë tani, frigoriferin e kam të pastër, do fus ushqimet që kam. Në fakt unë ushqimet nuk i nxora nga frigoriferi, kështu që duhet t'i sjelli Gjesi, por kam këto ushqimet e dollapit, ndërkohë prap kamera ime është trembër, por s'ka gjë. Solla dhe lulet e mia dhe duhet të hap vendin këtu në mënyrë që të jetë vendi i lirë dhe të fusim më pas këndin, krevatin e gjitha gjërat e tjera. Më pret një punë shumë e gjatë përpara dhe nuk e di, po jam lodhur shumë. Duart më janë bërë copë edhe thonjë, por nuk ka gjë, do ja vlej në fund sepse do jemi në shtëpinë tonë të vogël të bukur dhe mezi pres ta përfundoj së rregulluari dhe së pastruari. Jam e sigurt që do dalë ambient shumë i ngrohtë. Edhe kur të vinë ato gjërat e temu, do ju tregoj edhe më shumë. Kam menduar dhe disa detaje të tjera që dua t'i bëj këtu tek shtëpia. I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. And I wonder if you feel it too. This spark, this light, this something new. Like flowers blooming in spring, your smile makes everything seem. The air feels warmer, the days stretch wide, with you by my side. The grass was gold beneath our wandering feet. Your hand in mine, the moment felt complete. Each step a heartbeat, every glance a treat. And I wonder if this could be the start of something wild and free. Like Dhe mobiljet sa po kanë ardhur, është rëmuj, unë jam akoma vetëm në shtëpi. Pjesën e kuzhinës e solla në vete, kam akoma gjëra për të. the air feels warmer, the days stretch wide, with you by my side. I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see.
vdekur nga lodhja, nuk i keni iden, ora ka shkuar 5:30, kemi që në orën 8 që jemi sjuar, që merremi me këto. Siç e shihni, jam tek dhoma e gjumit, që është e vetmja që është pastruar siç duhet, edhe dritaren e pastrova, më duhet ta pastroj vetëm nga jashtë. Kam pastruar gjithë të pjesën e mbrapa krevatit, vendosëm krevatin. Tani i vetmi problem që ishte në këtë dhomën tonë është që nuk na e nxinte komedinën e madhe ku unë mbaj gjërat e mia. Dhe për këtë arsye, nëse unë do e vija në të dyja cepat, do bllokoheshe dollapi dhe nuk hapeshin as sirtarët. Kështu që vetmja mënyrë ishte që njërën nga komedinat e vogla që mbahen te kokë e krevatit, e çova njërën në fund dhe që po thoja sepse më fik kamera, e kam lënë kamerën pa karikuar. Njëra nga komedinën e vogël e kam çuar në fund dhe komedinën e madhe e kam sjell këtu afër krevatit, ku e kam lënë tani telefonin, edhe ishte e vetmja mënyrë, por nuk ngjan keq, ngjan mirë. Vendosa pak edhe lulet e mia, i sistemova, ju gjeta ato vendet e tyre, edhe pse e di që do t'i lëviz prap, derisa të më mbushet mendja ku rrin më mirë. Tani do shtroj çarçafët e lar. Kisha menduar që tek shtëpia e re do vendosja ato çarçafët e reja që bleva, atë jo çarçafët ajo që hidhet sipër krevatit, por mendoj ta shtroj në momentin që shtëpia do jetë super e pastër, do të thënë do jetë çdo gjë e pastër, edhe tek salloni dhe tek kuzhina e të gjitha këto. Unë lava dhe tualetin, e kam bërcic, përsi se mendoj që ka akoma disa punë të tjera të vogla, sepse xhami i dushit ishte shumë i pisët, nuk i ka dalë pjesa poshtë, ngjan sikur është e pisët, akoma edhe pse e fërkova me sfungjer, e pastrova me 2 lloj leckash. Tani, tu do vendos këto çarçafët në ngjyrë roz, që janë shumë të bukura, por si fillim do vendos këtë të dyshekut. Duart e mia janë bërë cop, edhe unë bëj shumë gabim që s'përdor dorashka, edhe më janë bërë akoma më keq. Nuk e di, po ndriçimi që bie në këtë shtëpi është, nuk e di, më pëlqen shumë, sepse është gjithkohës bie dielli brenda, pavarësisht se sot kohën e kemi goxha të vrentur, edhe mbrëm në orën 1 rat dëbor. Besoj se ja u thash, por nëse e përsëris, do të thotë që unë jam shumë e lodhur dhe nuk mbaj mend se çfarë kam folur. Të mendoni që kam akoma shumë gjëra për të bërë. Janë gjithë këto gjëra për të vendosur në përvende. Por dua ta marr me qetësi, mos ta stresoj veten, sepse këtu do jem, në shtëpi do jem, dhe do kem mundësi t'i bëj çdo ditë. Edhe pse unë kam këtë fiksimin që dua t'i bëj brenda ditës, por nuk bëhen ndonjëherë brenda ditës, i bie vdesesh në këmbë. Që ta rresh i bësh. Këtë i bëjmë avash avash. Sot është një ditë e re këtu në shtëpinë tonë, është dita e dytë. Dje nuk kam xhiruar fare, sepse siç ju kisha thënë, do shkonim tek shtëpia jonë e vjetër edhe duhet ta pastroni në detaje. Domethënë pastrim gjeneral në detaje, nuk duhet të linim asnjë cep pa pastruar. Kemi shkuar në orën 12 dhe kemi mbaruar në orën 7. Në orën 8 kam ardhur në shtëpi. Sa bërëm ca gjëra, sa erdhëm në shtëpi, sa u lam, në orën 8 jemi ulur. Jemi lodhur shumë, po shumë fare, dhe dje sa po erdhëm, thjesht hëngrëm bukë darkë, edhe kemi ndenjur në divan, në sallon, duke parë televizor. Nuk bëra asnjë lloj gjëje tjetër, sepse nuk kisha më forcë. Domethënë, isha super e lodhur, kisha gjithë të ditresh që bëja punë shtëpie, dhe të mendoni që këtu tani shtëpia e re është për të pastruar, për të rregulluar gjërat e fundit, sepse vetmi vend, siç ju thash, që është i pastruar dhe rregulluar është kuzhina dhe dhoma ime e gjumit. Siç i lava flokët, i kapa një gërshet, edhe jam bërë kështu.
por do t'i kapim, sepse na pret një ditë e gjatë me pastrim përsëri. Do mundohem dua të bëj dhe një reels për Instagramin, do mundohem të kap disa momente gjatë pastrimit, gjatë rregullimit, sepse e di që ju pëlqejnë. Kemi një ditë shumë të bukur me diell. Këto ditë ka qenë pak ftohtë në fakt, shikoni unë si u bëra sot. Ka qenë pak ftohtë në fakt, madje dje edhe partje ka rënë disa fije të bore, vetëm sa kanë rënë, jo se është zbardhur, shqyr zotit që s'është zbardhur, se tham shqyr që na u hap koha, ja futi me të borë prap. Edhe kështu njerëz, unë e kam bërë skincare-in tim, vetëm flokët si kisha lëshuar. Kam filluar po përdor këto serumet. Në mëngjes përdora këtë të Beauty of Johnson. Është kjo këtu. Dhe kremin hidratues dhe kremin e diellit në darkë. Pastaj vë këtë të Centelës. Dhe më duken shumë të mirë. Tani nuk e di me kalimin e ditëve. Të shikoj. Unë po mundohem po i përdor për ditë, pavarësisht sa ty thot sa të mësohet fytyra. Por, duke qenë se këto janë shumë të pastra, nuk kanë alkohol, nuk kanë parfume, nuk po shikojnë një irritim në fytyrën time, edhe pse se jep kaq shpejt, por prapë nëse do më bënte diçka, do më skuqej ose do më diqte. Unë s'kam asnjëherë nga këto, kështu që jemi në rregull. Tani, të mundohem të gjej një kapsë. Këtu nuk gjendem unë, jo të gjendet kapsja. Sepse është akoma këtu mbrapa tek sauna, kemi akoma çanta që duhen rregulluar. Kam për të larë perdet, kam për të larë dritaret këtu. Po avash, tani që jam këtu tek shtëpia, mund t'i bëj avash, nuk më nguc njeri. I gjithë problemi i madh ishte të shtëpia e vjetër që duhet ta linim të pastër dhe sot Xhesi të shkoj të dorëzoj çelsat kështu. Është ora 9 e darkës dhe tani sapo kam mbaruar të gjitha punët, siç e pat në shumë klipe që kam qenë sot gjithkohën duke pastruar shtëpinë e re. Nuk kam mundur të flas fare, siç kemi folë në mëngjes, nuk kam folë gjatë gjithë ditës, sepse s'kisha kohë të flisja apo të bëja të flisja tamam në vlog siç duhet. Tani sapo bëra një dush, vetëm trupi, sepse flokët i kam larë dje. Dhe vetëm një gjë që më ka ngelur pa pastruar është xhami i saunës, sepse të gjitha leckat i kam futur i pat që i kam larë dhe të fundit të xhamave e futa në klor kur po laja dhe tualetin, kështu që s'kam me çfarë ta pastroj. Mund ta pastroj me varcoleta në fakt, po. Do ta bëjmë për pak. Tani do vendos një mask sepse fytyra ime është bërë skandaloze, gjithë të ditë që vetëm pastroj, edhe
Nuk e di, jam vrar, shikoni pak duart e mia. Cop, kur them cop, edhe vetëm më djegin janë aq të ashpra. Faji im që s'përdor dorashka, por ç'a të bëj tani? Unë kështu punoj, nuk mundem. Ndryshe, edhe po I shikoja edhe këmbët e mia, sepse u lyva pak me kreme kështu gjëra, sepse e meritoja një trajtim vetes tani. I kisha gjithë të nxjera, vendosa perdet, edhe unë nuk kam një shkallë që të hypi, edhe njëra duke hypur majt tavolinës, ose tani, ky kremi këtu na përshipon. Ose e hypi majt tavolinës, te edhe me gjumjet huma hypa tek komedinë e madhe, dhe ndjeja që gjunjët po më dhimnin, por as brita unë, jo. Vazhdova të bëja punët. Ora është 9 e darkës, siç që thash. Mendova ta vazhdoja këtë vlogun edhe nesër, por do dali shumë I gjatë, sepse e di që kam xhiruar shumë klipe gjatë këtyre ditëve, dhe thash ta mbyll tani që po bëj dhe skincare-in, dhe do ulem të shikoj episodin e fundit që ka dal nga E Shrefi dhe Ruja, që mbaroj pra të filmin, është super I bukur, dhe thash të ri të shikoj sot, nesër do ta editoj këtë vlogun që ju jeni duke e parë tani, dhe në vlogun tjetër do shihni transformimin e balkonit. Thjesht në fakt do ta pastroj dhe do rregulloj lulet, sepse gjërat që kam porositur nga Temu nuk më kanë ardhur akoma, edhe gjatë ditëve në vazhdim kur të na vi porosia, do bëjmë dhe dekorin e balkonit, ose edhe nuk do ta dekoroj akoma, sepse pas disa ditësh, ne me Gjesin kemi menduar të marrim diçka për balkonin, që të ulemi edhe të jemi të nësë për marrë vesh këtë. Pse nuk janë të çara këto syt? Nuk e di. Edhe nejse, por kemi menduar të marrim diçka për balkonin, por akoma se kemi vendosur se kur edhe çfarë, sepse koha ka qenë shumë e keqe. Jo thash që njërë del diell, njërë bie dëbor, edhe ka qenë një super ftohtë, njëherë nuk e di, ajo erat merrte me vete këto ditë, edhe sot, çfarë kam nder rrobat në balkon, tek veranda, edhe ishte super ftohtë, edhe nëse e marrim që tani, nuk është se do na hyj shumë punë, sepse nuk rrim dot akoma në balkon, është maj, po vjen maj, edhe ne nuk rrim dot në balkon, kështu që të hapet edhe pak koha, dhe atë transformimin tamam në balkon, do ta bëjmë kur të marrim edhe atë setin që do ulemi për të ulur në balkon. Tani për momentin do mbjellim vetëm lulet, po do ta shihni tek videoja tjetër, se si që thash, del shumë I gjatë nëse e vazhdoj bashkë me këtë që kemi nisur. Nuk e di, po më rëshket kjo tani, do më fut te goja. Kështu njerëz. Ky ishte vlogu part 2, pjesa e dytë, e shpërnguljes tek shtëpia e re, e pastrimit, e aredimit. Unë se ja kam treguar si ka dalë akoma shtëpia. Keni parë vetëm vlogje, vetëm klipe që kam pastruar. Tani sa dal nga tualeti, të mbaroj me këtë maskën që po më rëshket, do ju tregoj se si ka dalë shtëpia jonë e bukur e vogël. Më pëlqen shumë si ka dalë, ngjan shumë e ngrohtë. Dhe më thoni dhe ju në komente se si ju duket shtëpia e re. Unë po e mbyll këtu dhe shihemi te vlogu I radhës.